pak absurde, po në prapë se i përgjigjem thirrjes prokurorit, shkoj këtu, takon Gëzim Sfeqa që është shefi i grupit të asamblezëve dhe më kërkon që t'jap dorëheqje. Interesa kritike. Nga aksioni Brezovica 6, Policia e Kosovës ju arrestoi juve dhe VVE ju ka suspendu si asamblejës, por edhe nga parti. Çka ndodhi fillimisht? Në këtë rast dhe më pas, çka pasoi në parti? Komunikuat para shkarkimit? A keni folë me dikon para shkarkimit? Absolut jo. Unë thash asnjëherë nuk e marrë që të ndikoj të këtë tjerët për ndonjë çështje që ka të bëjë me mua. Asnjëherë. Çka ka ndodhur me Brezovicën? Momentin kur unë futëm në rhetime, bëhet lajm ajo që u arrestua Beratla, përkundër që ne ndodhash në Belgjik në trajtim mjekësor, kthehem në Kosovë dhe pas dhënies deklaratës time në polici, ku njoftuam se dyshohem për një vepër penale e cila ishte parashkruar, përveçimi i parësyeshëm i dhuratave ka qenë, kishte parashkrim relativ mbi 2 vite, parashkrim absolut edhe 3-4 muaj. Kjo është shkarje tepër e madhe një prokurori, ai që një gjë drejtësie, unë jam jurist me profesion, është pak absurde, po në prapë se i përgjigjem thirrjes prokurorit, shkoj këtu, takon Gëzim Sfeqa që është shefi i grupit të asamblezëve dhe më kërkon që t'jap dorëheqje. Unë them, e para si po shkon mendje, e dyta as shumë shkon mendje, unë më dhon dorëheqje për sulme të tilla. Nuk kjo është sulm, absolut. Dhe kjo është për çka akuzoheshit sakt te Brezovica për me kuptuar shikuesi që po na ndjek në këto momente? Te Brezovica, siç thash, hetimi i parë, dyshimi i parë ka qenë që për veprën penale, thot, përveçim i parësyeshëm i dhuratave. Për çfarë dhurate? E që i bie gjëja, unë kam pranuar dhuratë prej dikujt atje që ka tokë e kështu me radhë, për t'i dhënë ndonjë favor. Kur çështjet për cilat përmenden aty, që ai ka pasur interes, nuk varen hiç nga drejtori i distriktit, po varen nga qendra. Dhe drejtori i distriktit aty as që e sheh vetëm komunikimin, kaq është. Edhe ato një pjesë, po jo më shumë. Kjo është. Dhe unë i përgjigjem prokurorit, i jap shërimin të mirë. Gjatë kohës sa keni qenë kec apo? Për kohën sa kam qenë kec, do në vitin 2016. 2016. Është ngjarja të cilën pretendon prokuroria që ka ndodhur diçka e tillë. Dhe çuditshmja ka qenë që gjatë intervistimit prokurori më thotë pranoje, thotë edhe mundesh mu dënu me gjop, për ndryshe unë muj me të hetu edhe për veprën penale ushtrim ndikimi, e cila ishte shumë e rëndë. Dhe në them, ushtrim ndikimi, ndikim dhe i kojt, dhe e prorit e ma pësysh. Ushtrim ndikimi është diçka shumë komplekse për mu vërtetu, dhe është kuptimin mu vërtet me ndodhë, dhe absolut e pa mundshme më realizu prej pozitës që unë kisha ndaj bardhëve në pase, po janë ndaj e prove. E aty ndodhë ndaj personave cilët, ose vendimarrja është në qendër, ku ndodhen e provat e mi, dhe jo në distrikt, ku kisha vendimarrja. Kjo ka qenë ajo që asi. Edhe Gëzim Sfeqa ofrohet edhe ju thot dorëhequni. Po, edhe më kërkon dorëheqjen, më them, as i bëhet llav kjo punë. Edhe mbrëmje për diskutoj me nusën time, tha, e çuditshme tha kërkesa. Pak interesante kjo puna e kërkesës. Pse i shkon mendja kjo? Çfarë është? Dhe unë aty e shoh që po përgatitet diçka kundër meje në kuptimin e sulmeve, që thash më herët filluan sulmet në 2021, kulmojnë mars 2022, vazhdojnë pastaj matutja kështu me radhë.